Përshëndetje dashur shikues televizionit Shpresa. Sot të ftuar kemi profesor Pëllum Pilinçin për të na folur për situatën në vend. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, ju keni thënë që s'ka zgjedhje për arrestime, por ne pam që parlamenti u mblodh. Por duket se po del fjala juaj për shkak se disa lajme që kam parë sot mbrojtë zën tuaj. Regjia, të lutem lajmin e parë. Vjen paralajmërimi nga Brukseli. Opozita jashtë. Politika merr vendimin e fortë. Profesor, a ka lidhje ky lajm me ato që ju keni thënë që parlamenti nuk është vulosur as nga KQZ-ja, as nga OSBE-ja? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni, sidomos në Amerikë, është ora 12:20 nëpër Evropë, kudo që ndodhen shqiptar. Dofta u kam rëzitur çdo natë po dalëm, po themi realitetin shqiptarëve. Moderatorja më pyeti dhe më tha që parlamenti ishte mbledhur, unë kam thënë që s'ka parlament. Përsëri e përsërit edhe sot dashur shqiptarë. Nuk ka zgjedhje, po ka arrestime. Që të ketë zgjedhje duhet të jenë të lira, të zgjedhur nga populli, nga shqiptarët, kurse këta u emëruan si të pëses dhe të pëdes. KQZ-ja akoma nuk e ka vullosur, ashtu dhe Evropa që paguan demin për çdo zgjedhje që bëhen. Si mund të vesh në parlament, për shembull, pa vullën e KQZ-s. Edhe sot KQZ-ja ka folur përsëri, ajo pret lajmin nga Evropa. Gazetarja e pas ka parë shumë bukur lajmet që dalën këto televizore. Gazetarja nuk mund të më thotë, por unë po them dashur shqiptar. Të gjithë televizorët që janë të dy partive, të dy shqipfolësve. Pra deri dje këta i mbronin të dy partit. Sot, do me thënë ka, po thuaj, 2 javë që flasën çfarë thot Evropa realiteti. Pra Evropa nga Brukseli, është qendra e Evropës, të Bashkimit të Evropës, akoma nuk ka thënë fjalën e saj. Po ashtu dhe Amerika. Pra gazetare nuk ka parlament, por ka vetëm arrestime. Ju falenderoj. Regjia, me lajmin e dytë, lutem. Europa përjashton PD-n, mesazh opozitës, vi reagimet e ashpra. Profesor, për çfarë mendoni se Brukseli përjashton PD-n dhe jo PS-n? Dashur shqiptar, kemi thënë gjithmonë. Ambasada e Amerikës, Yuri Kim, që më në fund të quajtën Kimete, ajo ka bërë punën e saj. Njëherë vinte dhe PD-ja, dhe Berisha, njëherë vinte dhe Luli, njëherë vinte dhe Edi Rama, dhe Ilir Meta. Fillimisht, për të thënë shqiptarëve që ne nuk jemi me asnjë parti. Pra, dashur shqiptar, të dyja partit ka përfunduar. Sidomos e quajtur PD-ja me kryetare e saj që doli nga gjumi dhe me njëherë u bë kryetar vetë. Ai ishte non grata, jo vetëm në Amerikë, po dhe në Evropë. Pra, PD-ja që e thonë të gjithë përjashtim nga Evropa. Pra arsye se në PD të dashur bashkëdhetar shqiptar nuk janë zgjedhur nga shqiptarët, po janë të emëruar, janë njerëzit shqipfolës, janë ata që kanë coptuar Shqipërinë për 35 vjet. Pra gazetare, ju s'keni parë ja akoma, të gjithë bota është kundra të dy partive bolshevike, të dy partive shqipfolës, të dy partive që kanë coptuar Shqipërinë, që kanë larguar rinin nga toka e shqiponjëve. Profesor, sot ka ardhur një deklaratë e zotit Kreshnik Spahiu, ish antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili deklaron se ka 35 vite kundra të gjithëve. Ç'mund na thoni për këtë, profesor? Dashur shqiptar, kudo që jeni, ju e njihni Kreshnikun. Është ai Kreshnik që ka qenë avukati personal i Berishës, çfarë nuk ka bërë në Shqipëri. Arriti
bërë dhe një parti hypte Majkalit dhe brite në për rrugët, i financuar direkt nga partia të quajtur demokrate. Ku s'ka punuar ai? Çdo vend, në gjykat, në drejtësi, në Bashkinë e Tiranës. Ai i kthej një përgjigje shqiptarëve, gjoja ka 35 vjet që është kundër. Të dashur shqiptar, ai është në Gjermani, kur vjen këtu, vjen me kostum modern, ai shikoni dhe vetë si i ndërron syze, i ndërron flokët nga parat që i ka vjetur kombit shqiptar. Ai ishte ai person që thoshte për Ilir Metën kur nuk ka për të arrestuar. Ai ishte ai person që thoshte për Berishën dhe Berisha vajti katin e 8 këto ditë shkon drejt burgut 315, 13 sierë në Tiranë. Pra, ky është një njeri që duhet t'japi llogari para shqiptarëve, ku i jenë financimet që rrinë në mes të Berlinit, shëtit më të 4 anë, nuk ka punuar një ditë punë, po si Kreshniku janë edhe shumë të tjerë, që do t'i shihni dashur shqiptar, do t'i sjellëm këtu para jush dhe ju i jepni gjykimin për këta njerëz. Sepse Kreshniku ka bërë miliona e miliona dollar dhe ai ka parat e të PD-s e të PS-s. Pra, gazetarive dofta nuk e njeni, jeni re, po Kreshniku është nga ata të parët që ka qenë me Berishën, e thash më para, ka qenë avukati i tij personal, ai ka punuar me çdo vend dhe Kreshniku po themi gjeta din shqiptar. Është ai që ka bërë gjobën e parë. Nëse beshe gjyqtar, duhet pagoshe $300.000. Nëse beshe deputet, duhet pagoje $100.000. Ai person e ka hapur prerë të parë gjobën në Shqipëri. Dhe ai person shëtit lartë e poshtë në për Evropë, pa punuar një ditë. Pra, të dashur shqiptar, siç u kam thënë gjithmonë dhe përsëri, këta do japin llogari aty që Skënderbeu do bëhet gjyqi popullor për këta që e kanë minuar demokracinë, që e kanë shkëtruar demokracinë. Unë po i them personalisht, drejt për drejt, këtij zotëniut, o Kreshnik, ti del çdo natë me çdo televizor. Ku jem para ti? Ti vjen në Shqipëri. Shqiptarë s'kan bukë të hanë. Ku gjen ti parat? Ne i dim. Ku i ke në Gjermani? Dhe çfarë bën? Ti je njeri pa punë. Vetëm ke marrë djersën dhe gjakun e shqiptarëve. Si ti. Dhe gazetarët e tjerë që janë Blendi Fevziu, Ylli Rakipi, Bushati, e të tjerë, jeni një rang që keni bërë punën kundra shqiptarëve. I keni bërë konfuz shqiptarët, i keni bërë që shqiptarët s'di çfarë të bëjnë. Ju i keni mashtruar për 35 vjet, po erdhi koha që ju dojnë në llogari. O Kreshnik. Profesor, kam seleksionuar dhe një lajm tjetër që vjen nga Bemblushi. Regjia të lutem. Deputetët duhet të garantojnë mbrojtjen e kushtetutës. Nuk bëhemi pjesë e këtij procesi fars. Profesor, si mendoni ju se do ta mbrojë Partia e Lirisë kushtetutën pa u futur në parlament? Dashur shqiptar, ju do të jeni këtë fytyrë. Ky fytyrë i quajtur gazetar ka punuar dhe Ilir Meta, çfarë nuk ka vjedhur. Çfarë nuk ka bërë fytyrë e këtij që para se të hynte, ky s'kishte xhaketë. Ky ndërron kostumet çdo ditë. Ky flet për qartë çfarë nuk shan Spakun, çfarë nuk ka thënë për Spakun, çfarë nuk ka thënë për Edi Ramën, ky shoku i Edi Ramës. Është besniku i Edi Ramës. Ky njeri ka vjedhur shumë para. Ky njeri e gatrovi dhe partinë e Ilir Metës. Ky është shkaktar që Ilir Meta sot është në burg. Ky është shkaktar
që prishi familjen e Ilir Metës bashkë me Monikën. Monika ka qenë kryetare e kësaj partije. Monika ka qenë që në moshën 18 vjeç në Partinë Socialiste. Arriti ky që e përçavi edhe Monikën, që Monika shumë shpejt dohet në Burg. Pra, ky zotnia gazetare që e shihni, ky nuk mbron dot kushtetutën, sepse ky e ka shkel me këmbë kushtetutën që kur punonte në presidenca. Qa herë ka shkel? Ky njeri nuk zgjedh nga shqiptar. Ky qofse del drejt për drejt, ky smerr edhe votën e familjes së tij. Jo të jetë deputet, por Berisha ka bërë gabime të mëdha. Bëri edhe gabimin tjetër. Berisha e shante Ilir Metën i thoshte, o Flori, ke marrë Florinë e Krabës. Prap edhe këtë që e shihni në fotografi. I hoqi 4-5 deputet dhe ja dha këtij. Ja dha dhe një vajzë që është me këtë, që baba i saj dohet Burg me ditë e ka. Pra këta gazetare nuk janë gjë tjetër, këta janë shqip folës, këta kanë shkatëruar kobi shqiptar, këta kanë vjedhur populli shqiptar, ky person nuk le ditë ja kalovi dhe Ilir Metës duke sharë Spakun, duke sharë Amerikën, sepse Amerika është me 97% të shqiptarve edhe kundra 3%-ve, si ky fytyrë që delen për televizore, përvishet me mengë në televizorit e tyre, sepse gjithë televizorit që janë kombëtar, janë TPD-s, TPS-s dhe të lecit. Këta janë që nuk marrën. Pra, ky njeri nuk bën kushtetutën, po ky do të shojë shumë bukur, qeverinë teknike ne kemi zgjedhur, jemi në punimin e sipërme, dhe ne do të jemi ata që këta do japin llogari para shqiptarëve. Po ky do arrestohet këto ditë. Ky e ka me ditë për të arrestuar, pra ky nuk e gëzon as parlamentin e Shqipërisë, ky nuk e gëzon të drejtën, sepse ky ka vjedhur, ka grabitur, çfarë si ka bërë shqiptarëve. Profesor, doja të flisnim edhe pak për çështjen e zotit Veliaj dhe për këto kam nxjerr 2 lajme. Regjia, lutem. Veliaj nis hakmarrjen, refuzon ndërheqjen dhe merr vendimin e fortë. Lajmin tjetër, ju lutem. Tronditet themelet e PS-s, përmbyset Rama dhe del Veliaj. Profesor, ç'mund të thoni për këtë situatë? Të dashur shqiptar, Velia çdo ditë ka nxjerr. Është e fundit që nxori sot, e shkrojti në orën 4 të mëngjesit dhe e dha testamentin të fundit. Ai ka shkruar të gjitha faqet, po thuaj Edi Rama është brenda, zëvendës kryeministrja Balluku, edhe 4-5 ministra të tjerë që janë në atë listë. Pra, të dashur shqiptar, kryetari i bashkisë, ish kryetari i bashkisë, Velia, i ka treguar të gjitha përfundimisht. Pra, çka thënë Velia janë reale, ne i dim, po kur e thot më mirë, sepse në Burg tregoj njerëzit. Pra edhe Belushit i them, edhe ati që është e Gjermani, kur të vini në Burg do të shihni sa bukur do flisni. Do t'i tregoni edhe qumshin e nënës që keni pirë. Pra, Velia i ka thënë të gjitha dhe minuta është për të arrestuar zëvendës kryeministrja, 6 ministra, 4 ish ministra, gjoja që i hoqi Edi Rama, shumë nga PD-ja, është i numër i papar, pra të gjithë këta do arrestohen. Profesor, doja të flisnim edhe pak për çështjen e zotit Altin Dumani. Ç'mund na thoni për situatën? Të dashur shqiptar, unë e kam thënë gjithmonë dhe po e përsërit. Shqiptar, Spaku, byroja kombëtare, paguhet me paratë e Amerikës.
Unë kam thënë dhe po e përsëritë sot, po shoh dhe presidentin e Amerikës këtu, që çështja e vërteta s'ka lidhje fare presidenti i Amerikës në këtë pozicion. Unë shoh këtu Berishën dhe Edi Rama. Po, tani jam më i qartë. Dashur shqiptar, këta ka 2 ditë që e kanë përhapur, do të heqëm kryetar e SPAK-ut, do mbyllet byroja kombëtare, dhe të kundërn, Nanua, Pleris Nanua, e ka emrin Bledis Nanua, do zgjidhet kryetari i byros kombëtare. Të dashur shqiptar, ju shihni në fotografi kryetar i SPAK-ut. Shumë lajme janë përhapur se kryetari i SPAK-ut ik dhe do vjen në Amerikë. Ja po ua them unë. Kryetari i SPAK-ut nuk ka për të vajtë në Amerikë, nuk ka për të ikur. Kryetari i SPAK-ut, së bashku me ata 22 të tjerë që janë në SPAK, do arrestojnë këto ditë të gjithë këta. Unë ua kam thënë me kohë, kur të arrestojnë të gjithë, nuk kam më SPAK të dashur shqiptar. I vetmi në tokën e shqiponjave shkruar SPAK-u, për arsye për të arrestuar 35 vjetë që kanë vrarë, kanë vjedhur, si Berisha, si Edi Rama, si Fatos Nanua, si Iliri, Gjenushi, që janë këta, do japi llogari të dashur bashkëdhetar shqiptar. Nuk i kryetari i SPAK-ut pa mbaruar arrestimin. Por ndryshe, u kam thënë më përpara, do arrestohet ai. Do japi llogari për demin që i ka krijuar dhe për parat që i ka marrë Amerikës. Nëse ti i merr $100, Amerikës do japësh llogari. Amerika ka këtë lidhje dashur shqiptar. Dhe janë betuar dhe ka firmosur ky SPAK. Para se të erdhi, para një jave ishte në Amerikë. Nuk ka vajtur në Amerikë për diçka tjetër. Ka vajtur vetëm për të arrestuar të gjithë, sepse byroja kombëtare i ka përfunduar të gjithë dosjet. Dhe janë gati për të arrestuar. Dhe përfundon komplet. Unë kam thënë shqiptarëve, shtatori po ik, thonë ato. Mirë mo pilin që edhe shkruajnë. Na ke thënë shtatori, 5 shtatori, na ke thënë 15 shtatori iku. Dashur shqiptar, pilin që nuk i ve hekura. Pilin që është me mision, i di të gjitha gjërat, SPAK-un e di fare mirë kush është, byroja kombëtare e di fare mirë kush është, do përfundojnë arrestimet. A nuk e shihni dashur shqiptar, kanë filluar prishin çdo gjë. Mendojnë se i prishin qëllimisht që populli shqiptar të ngrihet si 97. Jo. Nuk ka për të bërë. As Berisha, as Edi Rama që janë gati për të dezur Shqipërinë, nuk i lënë. Mundohen të bëjnë demonstrat, jo, nuk kam me. Unë nuk kam thënë shqiptarve, neve qeverinë e kemi krijuar. Shumë shpejt ne kalojmë atje ku duhet veren zyrat. Unë nuk kam thënë në kryeministri nuk vem. Për arsye se kryeministria që është ka 46 vjet me regjim komunist, ka 35 vjet me regjimin Shqipforës, me hajdutën, me vrasësit, që kanë marrë pasuritë shqiptarëve, dhe me madhja që do ngelet një histori, kanë përzën rini shqiptare. Kanë përzën atë rini që është shpresa e kombit. Lenë pa punë ata që mbarojnë universitetin me nota të shkëlqyeshme dhe pranojnë ata që janë me diploma që e keni nxjerrë vetë njerëzit me diplomat e plepave. Pra të dashur shqiptar, SPAK-u nuk ka përtikur. Ai vërtet e ka deri në nëntor. Ai do t'i arrestoj gjithë. Por unë them sot, atyre gjyqtarëve që duan, që mendojnë që të zgjedhin tjerë, dhe ju gjyqtar, ju keni penguar arrestimet. Ju keni penguar çdo arrestim që të bëhet. Ju të mbani përgjegjësi penale
përgjegjësi kombëtare, përgjegjësi familjare. Sepse keni coptuar Shqipërinë, gjoja që jeni 11 veta pa vdekshë. Jo, ju do jepni llogari. Gjithë fajin e 35 vjet do t'u ngelet juve. Ju thatë sot që do zgjedhëm një tjetër, jo. Arrestimet kur të mbarohen, nuk ka më SPAK dhe nuk ka më gjyqtar që ju jeni për të rjetën, jo. Ju do t'i drejtojni burgut sepse ju keni shkatruar kombin e Shqipërisë. Ju jeni ata gjyqtar që i shpini njerëzit në përgjyqje ka 35 vjet. Ju jeni ata gjyqtar që i jepni urdhër gjyqtarëve të tjerë që t'i shpihen nga shkallë e parë, më të dytën, më të tretën, të zbresën e njerë, kanë 35 vjet që s'kanë marrë pasuritë e tyre. Ju jeni pra që keni dëmtuar, së bashku me atë kreshnikun, edhe ai ka qenë si ju. Pra, dëmin që keni bërë këti kombi, i kanë bërë 2 partit, të quajtur PD dhe PS. Dhe ju jeni shkaktar që si keni arrestuar. Ju jeni prap shkaktar se fletë të arrestimit janë bërë ka 3 javë. Jo për një, unë ua kam thënë, janë 1820 deputet për 35 vjetë. Pa marrësi se disa kam vdekur, por do japë llogari familjet e tyre, që kanë vjedhur, që kanë bërë hotele, që të punosh 1 shekull në Amerikë, e nuk bën dot hotel me 5 yje. Kurse këta, i marrën nga rruga, daç femra, daç meshkuj, zdin të vishen, të nesmen kanë një hotel, kanë dhe një çantë $5.000. Çdo gjë të dashur shqiptar është bërë konfiskimi. Do t'i keni ju. Pra, mos e keni mendjen, mos u lodhni kot, shumë njerëz kanë përhapur në përlajmet, shumë njerëz shqipfolës, flasin për qartë, flasin se ka ardhur Pilinçi dhe s'ka dërmend të bëj asgjë. Pilinçi ka erdhur me mision dhe përfundon misioni me qeveri teknike dhe me president. Do vini para bankës të akuzuar. Po është me hidhur, do vini para gjyqit popullor. Është vendosur çdo gjë. Kjo kushtetut për $100, do të arreston. Kjo është përkthyer në Shqip, është kushtetuta e Amerikës, tamam si kanuni që ka qenë dikur më parë. Ai kanun që ka qenë në Shqipëri, sot përdoret në Texas, Florida dhe Kaliforni, dhe në New York. Pra, dashur shqiptar, unë e di që jeni, kur do bëhen, kur do arrestojnë, do përfundojnë të gjithë. Ka marrë formë të prerë. Nuk kanë kuverne, Fatmir Mediu, që hodhja të bombën në Gërdec, që vrau fëmijë, që nënë e tyre vete në përgjyqje e tallën. Ja pra ju, që jeni 11. Ju i tallin këta, ju i lemroni gjyqtarët, po unë them gjyqtarëve sot, bëni gjyqin këto ditë, përfundoni mos mirni veten me qafë, mos mirni veten me qafë se kini dhe fëmijë. Fëmijët tuaj do të heqen, dëmin tuaj që keni bërë këti kombi. Dëmin që keni larguar shqiptarët, i keni larguar nga toka e Shqiponjës, i keni larguar nga toka e Skënderbeut, i keni larguar për të detit. Komplet intelektualët, jo rinia, intelektualët i keni larguar qëllimisht. Me qindra telefone kam, më shkruajnë, nuk ka mundësi të kthej përgjigje të gjithëve. Unë e di mendimin tuaj. Unë i shoh çfarë shkruani. E di para se ti shkruani. E di që u ka vajtur aty ku s'mban më. Çdo shqiptar në rrugë, në kafene, në avion, kudo që ndodhet, jashtë apo brenda thot këta na përzën, tikëm ne që jemi këtu. Të dashur shqiptar, mos u largoni, intelektual mos u largoni, student mos u largoni, para arsye se ju do të gëzoni tokën e Shqipërisë. Kurse këto fytyra që janë këtu, e bëj edhe të SPAK-ut, e po i drejtohen prapë drejtori i SPAK-ut, o kryetar që të quajnë këtu.
Nëse ti nuk i arreston këto ditë, ti do mbash përgjegjësi penale. Mos ki dërmend që do vesh në Amerikë, ne jemi kudo, piliqish kudo. Mos ki dërmend të shpjesh familjen në Amerikë, e të thuash e mbarova emisionin, kam frikë, dua azil politik. Azil politik jemi ne që e bëjmë. Pa mbaruar arrestimet, ti nuk ke ku vete. Që është përhapur këtu, që edhe kryetari Spakut do shkojë në Amerikë, të shpëtoj që e kam friksuar. Jo. Pa arrestuar këta, atë firme që ke vend, i di vetë sa herë ke ardhur në Amerikë. E di vetë çfarë firme ke vend. Ke vend firmën që ke thënë sipas ligjit, kësaj kushtetuti që keni ju këtu që unë e kam hedhur kosh plerit, sipas kushtetutës tuaj, duhet burgosin. Por gjyqtarët kanë burgosur për ata që kanë një dritë. Kanë burgosur për ata që hapën një pust të pinuj. Kanë burgosur për ata që vjedhen një copë bukë se s'kan bukë të hanë. Kanë burgosur ata që thresën se pensioni nuk u bën. Kanë burgosur për ata që shëtisën me karroca të sëmur, që ju ip një pension që sharak nga $40-50. Që ata duhet të marrën më tepër se $500-600. Për shpenzimet e tyre. Dhe është ligji ndërkombëtar për ai njeri që sakat, që kalon me karrocë, nuk ecë, duhet në shtëpinë e tij të shpini një infirmiere, edhe ta paguani, ose në qoftë se ka zonjën e vet, fëmijë, ti paguani për shërbimin që i bën. Kurse ju jeni tallur. Le pensionistëve që suipni, po ju suipni dhe atyre që nuk shohin, e atyre që janë bërsakat, po i tallin në përgjyqje, pra ju do marrni përgjegjësi. Nuk e them kot të dashur shqiptar, që ju që po më dëgjoni, ju duhet i bëni gjyqin popullor. A i shini dashur shqiptar që po bëjnë jashtë botës, djegën parlamentit, e vranë gruan e presidentit e doqën të gjallë, e captuan më të gjithë anë. Unë nuk them të bëni këtë. Unë them që ju të jeni gati për të hyrë në qeveri. Mja shkruajtët në për gjerat që ky kështu, ky ashtu. Të gjithë janë mashtrime. Të gjithë janë që u paguajnë. Të gjithë janë nga ta kapelat që kanë qenë dhe i djetë të sigurimit, që rrinë për lulishe lozën domino. Pra, gazetare, përfundimisht e them, i Spakut nuk ka për t'ikur, po mos arrestohi. Pra, ju mendoni që nuk do zvendësohet? Jo, asnjë nuk zvendësohet, pavarësisht se e ka deri në nëntor, por nëse arrestohen këto, ne kalojmë në qeveri nga fundi i shtatorit, Spaku do shkrihet, sepse Spaku duhet ta kuptojnë shqiptarët, ata janë prekurorë. Prekurori i përgjithshëm dhe i Spakut kishte karriket për të vajtur në parlament. Nuk vajtën, sepse ata duhet të arrestojnë këta. Pra, të dashur shqiptar, ai nuk është parlament, ai nuk është kuvend, se kuvend është fjala shumë e madhe, se dikur kanuni e quante kuvend kur mblidhe njerëzit më të ditur të asaj kohe, i pajtonte hasmërit, i pajtonte familjet, ati i thoshin kuvend. Këta s'janë gjë tjetër, këta janë vetëm shqipfolës, këta janë hajdut, këta janë pa shkollë fare, këta janë alfabet, këta janë dashur shqiptarë që dëgjonin në përdritaret e në përvrimat e kyçeve. Këta do përfundojnë, lufta e tretë ka filluar, dashur shqiptarë, po e përsërit edhe një herë, kush ka njerëz në Francë, në Ingilterë, më mirë të vinë me pushime dhe Shqipëri. Shqipëria s'ka për të prekur, lufta do bëhet shumë e ashpër, por në tokën e shqiponjave, në Shqipërinë me kufi natyror, Kosovë, në Malin e Zi, Maqedoninë e Aleksandrit, nuk ka për të prekur. Kjo është arsyeja që ne do bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. Kjo është arsyeja që presidenti i Amerikës më 12:30 të natës gati më 2 ka mbritur në Ingilterë. Pra,
jemi në favor të shqiptarëve. Mos u mërzit një shqiptar që është një fjalë e vjetër që jemi djemtë në Amerikë. Amerika është krijuar nga Spanja, por është forcuar me para nga shqiptarët. Këtë e them është reale. Unë do të nxjerr dhe më vonë shumë dokumenta si që anëzora që Washingtoni është djalë shqiptar, me gjak shqiptar. Edhe e them, ne jemi krenar se Amerika është me 97% të shqiptarëve. Natë e mirë dashur shqiptar, miru pafshim, nesër në orën 6, po t'jemi të lirë, që kemi shumë njerëz që na takojnë. E një natë e mirë, rroft Shqipëria me këto dy flamur, që do t'jetë në çdo vend të kufirit shqiptar. Natë e mirë. Faleminderit shumë profesor, faleminderit shikues të dashur, bashkë natën e mirë.